Një tjetër lulishte i është shtuar qytetit të Korçës. Ajo ndodhet në lagjen 8 të qytetit, aty ku punonjësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike të bashkisë kanë ndërhyrë për rehabilitimin e saj dhe kthimin në një zonë çlose për banorët. Në këtë zonë është kryer edhe krahasitja e pemëve, mbjellja e barit dhe e bimësisë më të lartë. Banorët shprehen të kënaqur me ndërhyrjen e kryer, pasi janë të shumtë ata që e përdorin çdo ditë këtë lulishte. Na shërbejnë mirë, më mirë është për neve. Dalim që rrim këtu në stola që lodhemi. Pas rimbajnë ata tim të qanë. Po kërim, dhe të ditë më të rrimë. Aqë mirë sa ku të veje. Si dhe ma të fërnep mosën tonë, dalim, bëjmë, rrimë këtu. Ja, e mbollëm, po e vaditim të shi. Nesër do t'jetim prapuj në mëngjes. Shumë mirë fare, le të qajmë po donë, ja si e kanë gjame kanë. Shtimi i sipërfaqeve të gjelbëruara në çdo cep të qytetit Korçës është në qendër të vëmendjes së bashkisë. Kryebashkiaku Sotiraq Filo shprehet në një status në rrjetet sociale se çdo ditë punohet për t'i dhënë Korçës standardin e një qyteti evropian, jo vetëm në qendër, por në çdo cep të tij, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës për çdo banor.